Ne atë që mbjellim të fëmijët sot, ajo do reflektoj nesër në shoqërinë tonë, në krijimin e një shijeje të bukur artistike, të një shijeje muzikore, dhe këtu është edhe qëllimi i jonë. Pikërisht në kohët ku fëmijët janë të preokupuar apo me telefon, me kompjuter, dhe ata duhet ta kenë një hapësirë ku do ta gjejnë veten e tyre, ku do të merren me art, me kulturë, me iniciativa të tilla, dhe ky është edhe qëllimi i këtij projekti faktikisht, që fëmijët ta gjejnë veten e tyre dhe ta gjejnë vendin e duhur dhe punën e duhur, dhe kështu pra përveç socializimit që kanë më së të nevojshme fëmijët që ta kenë, kjo punëtori pra ka edhe anën muzikore dhe jo muzikore, pra po ashtu këto aktivitetet të cilet i kemi realizuar ndikojnë edhe në zhvillimin kognitiv të vetë fëmijëve, pasi ata mësojnë gjëra të reja, informacione të reja, ritme, këngë, vallëzim, krijojnë instrumente dhe kjo ndikon shumë në të mësuarit e vetë fëmijëve. Pastaj ndikon edhe në ato zhvillimin psikomotorik të fëmijëve, apo duhet edhe të këndojsh, duhet edhe të mbajsh një ritëm të caktuar, ndikon në zhvillimin e muzikalitetit të fëmijëve shumë, se ne pam se në këtë grup kemi shumë fëmijë të cilët sa më shumë që do merren me aktivitetet të tilla, ato edhe zhvillojnë ndjesinë ritmike, ndjesinë melodike, krijuese, kështu me radhë.